Policia ka arrestuar 3 persona dhe ka proceduar penalisht 2 të tjerë pasi akuzohet se kanë shitur në rrjetet sociale bileta për ndeshjen Shqipëri-Serbi me çmime të shtrenjta. Sipas policisë, mësohet se në kuadër të operacionit të koduar Outtention është bërë i mundur arrestimi i shtetasve Ledion Matellari, 34 vjeç, 23 vjeçarit Arbi Topi dhe Ilir Lokaj, 24 vjeç. Gjithashtu në gjendje të lirë janë proceduar edhe 2 shtetas të tjerë në lidhje me këtë çështje, një 25 vjeçar dhe një i mitur vetëm 16 vjeç. Uniformat blu bëjnë me dije se si rezultat i sigurimit të informacionit në një llogari në rrjetin social Instagram shiteshin bileta për ndeshjen e futbollit Shqipëri-Serbi me çmim disa herë më të lartë se ai përcaktuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Mësohet se biletat shiteshin nga 250 deri në 500 euro, ndërsa për sektorin VIP çmimi arrinte deri në 1500 euro për një bilet. Ndaj tyre është ngritur akuza për veprën penale, manipulimi i tregut dhe fshehja e të ardhurave.